Ndryshimet klimatike po sjellin pasoja të dukshme edhe në brigjet shqiptare. Në ditët e fundit në gjirin e Vlorës janë vrejtur specie të rralla dhe të rrezikshme që më parë nuk shfaqeshin pranë bregut. Një njerëz pasionant pas peshkimit në Shtizë është bërë viral në rrjetet sociale pasi ka kapur një peshk rreth 24 kg, specie që zakonisht të gjende në ujëra të thella. Peshkatari me përvojë, Sherif Durmishi, shprehet se prej kohësh ka vënë re afrimin e këtyre specieve drejt bregut. Këto specie ndonjëherë nga gryksia, ndonjëherë nga uria dalin edhe në breg. Janë predatorë që rrezikojnë gjithçka për ushqimin, thekson ai. Sipas tij, temperatura e ujit në det është rritur me rreth 2 gradë Celsius gjatë viteve të fundit, duke ndikuar ndjeshëm në ekosistemin detar dhe në sektorin e peshkimit. Ky është një, do i themi, hyn tek, do i themi, predatorët ose peshq grykës, do i themi, si gofa është një lic, djali që e gjuajti e solli këtu pranë qendrës tonë dhe në shije shumë i shishëm, por do ta lidh me ndryshimin klimatik gjithë të efekt, sepse mungesa e zinxhirit ushqimor i bën këta predator gati dhe të vetë lijohen për ushqimin, duke ndjekur turma peshqish të vegjël edhe i afron sa më afër bregut. Dhe nga gryksia dhe nga nevoja për ushqim, shpeshherë ndodh që ngelen, bien në tokë, dalin, gjuajnë dhe bien në tokë dhe ngelen si peshku pa ujë, kur i thon fjalës. Por fakti që ky djali është një, unë e pakzoj dhe me emrin delfini i gjirit, sepse ka aftësi goxha sportive për t'i gjuajtur këto specie. Ndryshimet janë shumë thelbësore. Bile nga vitin në vit në ndryshimet janë 10 fish më të mëdha. Mendoj që temperaturat e ujit këtë vit kanë qenë nga 1,5 deri 2 gradë më të larta. Dhe kjo ka bërë që shumë specie, sezoni i peshkimit të ndryshojnë në mënyrë rrënjësore. Presim, do kishte filluar kocja, do kishte filluar kallamari, do kishin filluar specie të ndryshme që në këtë sezon, në ky sezon i plot i peshkimit, domethënë duke filluar nga shtatori deri në fund të dhjetorit, ne kemi sot për shembull që nuk kemi peshk të ardhur nga rrymat, siç kanë qenë kohët të mëparshme. Dhe ky ndryshim klimatik është shumë thelbësor, shumë i madh. Ne kemi pasur është një specie që luani i detit që në fakt janë shumë krijojnë dëm edhe në aspektin e faunës. Këta zhveshin çdo gjallës mbi gurët, mbi koralet dhe krijojnë një mungesë të zhvillimit normal të gjallësave në det. Ka qenë një peshkelmus që ai është në një farë mënyre, në momentin që e konsumon është rrugë pa kthim dhe i vdekjes, fatkesisht. Dhe të tjera, foka është peshka qenë, foka ka qenë e pranishme. Kemi pasur një rast të jashtëzakonshëm, domethënë një peshk umbret, ai ishte i konsumueshëm, fatikisht që biologët e gjykojnë që do duhen edhe 100 vjet të kesh një specie të tillë në ujërat tona. Rast shumë i rrallë që ngrënia globale sjell këto efekte dhe ne si sektor peshkimi duhet të jemi të përgjegjshëm dhe të ndërgjegjshëm mbi këto ndryshime. Në gjirin e Vlorës janë vrejtur gjithashtu specie të rrezikshme si peshkaqen, foka dhe peshku mbret, që më parë konsideroheshin të pamundura për t'u parë në këto ujëra. Shumë specie që nuk i njihnin më parë janë shfaqur tashmë, ka peshë të egër si ai lloji sir, që dëmton shumë faunën, por edhe peshkaqen dhe specie të tjera të rrezikshme. Ekspertët paralajmërojnë se ngroja e ujrave dhe ndotja e vazhdueshme mund të ndryshojë përgjithmonë biodiversitetin në bregdetin shqiptar.